lidhja e diasporës së bashkuar. Me qëllim që t'i reprezentoj, praktikisht që i përfaqësoj interesat e diasporës pranë autoriteteve të ndryshme, pranë vendlinjës. Mirë po e them me keqardhje, kam qeri befasuar negativisht se kryetari i diasporës kësaj radhe fatkeqësisht e ka shfrytëzuar them kështu platformën ose emrin e lidhjes së diasporës për të bërë promovimin e njërit kandidat. E kjo nuk ka qenë korekte. Njëherë e bën të rrejshëm konkurimin dhe në anën tjetër është një ofendim mendor për ata të cilët ta kanë dhënë ty këtë mision. Desha ta them këtë publikisht se i pata shkruar përmes Facebookut, i pata shkruar se si përfaqësues i diasporës së bashkuar duhet të mbash një asnjanësi. E këtu s'kishte asnjë farë asnjanësie, po kishte përkundrazi një promovim, një publicitet të njëanshëm i cili bie ndesh me vlerat etike, jo vetëm të anës politike, po edhe njerëzore. S'kishte asnjë farë deontologjie. Dhe shpresoj se kjo platformë tani mundet të shfrytëzohet për t'i bashkuar, për t'i kanalizuar energjitë të 3 kandidatëve dhe të promovoj kandidatin i cili do të na reprezentohet, të paraqes praktikisht, them kështu kushtimisht, në betejën përfundimtare. Se ne jemi momentarisht sa kemi dalë nga intenzivja, por shërimi nuk ka mbaruar.